Shtetet e Bashkuara heqin sanksionet kundër presidentes të përkohshme të Venezuelës, Delcy Rodriguez. Departamenti i Thesarit të Shteteve të Bashkuara ka hequr sanksionet të vendosura më parë ndaj presidentes së përkohshme të Venezuelës, Delcy Rodriguez. Shtypi amerikan raporton gjithashtu në administrata e presidentit aktual të SBA-s, Donald Trump, e konsideron bashkëpunimin me panën e venezueliane konstruktiv. Rodriguez, e cila më parë shërbeu si zëvendës presidente e Venezuelës, u betua zyrtarisht të fillojë detyrat e saj si kreu i përkohshëm i shtetit më 5 janar. Më 3 janar, Trump njoftoi se Shtetet e Bashkuara kishin nisur një sulm të suksesshëm në shkallë të gjerë kundër Venezuelës. Ai vuri në dukje se presidenti Nicolas Maduro dhe gruaja e tij, Cilia Flores, ishin kapur dhe larguar nga territori i Venezuelës. 2 ditë më vonë, më 5 janar, udhëheqësi venezuelian dhe gruaja e tij u paraqitën në gjykatë në New York për tu përballur me akuzat. Ai u deklaruai i pafajshëm duke shtuar se ishte ende presidenti i vendit të tij. Gjykata amerikane lejoi zyrtarët konsullor të vizitonin Venezuelën. Seanca e dytë dëgjimore në rastin e Maduros e gruas së tij u zhvillua me 26 mars në gjykatën federale në New York, e kryesuar nga gjyqtari Alvin Hellerstein.